Ju uroj mirëseardhje në këtë rrjedhë rajonale ku do të prezantojmë dhe diskutojmë gjetjet e pasqyrimit rajonal mbi gjendjen e ballkonit perëndimor në kuadër të grup kapitujve ne që ka të bëjë me parimet themelore. Ky dokument është hartuar në kuadër të një projekti të mbështetur nga Fondi i Ballkonit Perëndimor, projekt I cili është implementuar nga NESI IKD në partneritet me CSDG-n organizuar nga Shqipëria dhe Skop Maqedonia nga Maqedonia e Veriut. Në kuadër të këtij projektit janë organizuar deri më tani 3 punëtori rajonale, një në Tiranë, në Prishtinë dhe në Shkup, ku shfrytëzojmë rastin t'i falenderojmë përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe përfaqësuesit e institucioneve për bashkëpunimin e tyre dhe kontributin në këto punëtori. Vlen të theksohet se ka pasur mjaft shumë inpute të cilat janë përpunuar dhe janë paraqitur në formë të përmbledhjes, në formë të shkurtër të përmbledhura në raportin që do të prezantohet sot. Pasqyrimi përmbledh analizën krahasuese për Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, duke u fokusuar në sundimin e ligjit, funksionimin e institucioneve demokratike dhe reformën në administratën publike. Siç do ta shohim edhe më vonë, një nga mesazhet kryesore që del nga ky pasqyrim është se progresi në procesin e integrimit nuk matet vetëm me miratimin e legjislacionit apo ndërtimin formal të institucioneve, por mbi të gjitha me funksionimin efektiv të tyre dhe rezultatet konkrete në praktik. Po ashtu, dokumenti reflekton një realitet rajonal ku përkundër niveleve të ndryshme të avancimit, vendet përballen edhe me sfida të përbashkëta, veçanërisht në zbatim, koordinim dhe krijimin e një track recordi, kështu themi të qëndrueshëm, një historiku të qëndrueshëm. Lidhur me dy kapituj shumë të rëndësishëm, do të kapitull 23 dhe 24 që lidhen me sundimin e ligjit, drejtësinë, korrupsionin, drejtat e liritë të njeriut. Për ne ka qenë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe shumë përfituese që me po të thotë se ku janë 3 shtetet tona të thotë në këto fusha që janë të rëndësie të veçantë në procesin e integrimit evropian. I falenderoj po ashtu përfaqësues të institucioneve të 3 shteteve nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia Veriore që kanë marrë pjesë në 3 punëtoritë tona në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, ku po ashtu kemi marrë perspektiven e tyre, se ku qëndrojnë vendet e tyre, në mënyrë që edhe kjo pasqyrim ky lloj raporti që do të publikohet sot, që themi të reflektoj të thotë gjendjen e të cilën gjendemi sot. Fatkeqësisht nëse marrim për bazë Kosovën, e kemi thënë edhe në raport dhe në punëtoritë, është vendi I fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor sa I përket procesit të integrimit evropian. Është bërë mod që Kosova të organizojë zgjedhje të lira demokratike. Jemi lider në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë që organizojmë zgjedhje të cilat I plotësojnë standardet më të larta ndërkombëtare, zgjedhje të cilat pranohen nga gjitha partitë politike, përshëndeten nga partnerët ndërkombëtar, po që pastaj këto zgjedhje të lira demokratike që organizojmë, po kemi kapacitete apo vullnet politik të përkthejmë në institucione përgjegjëse, në institucione funksionale të cilat do ta kishin prioritet integrimin evropian, do të kishin prioritet çështjet të cilat lidhen me mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. E përmenda fatkeqësisht Kosova është vendi I fundit në Ballkanin Perëndimor sa I përket procesit të integrimit evropian. Dhe në këtë trajtim ka këto punëtori kemi marrë mësime të rëndësishme, të vlefshme, me të veçantë nga Shqipëria apo nga Maqedonia, për të parë të thënë nga përvojat e tyre se ku kanë qenë dhe ku aspirojnë të jenë në integrimin evropian. Ajo çka padyshim është evidente është fakti që pa pasur vullnet politik në raport partisë që I fiton zgjedhjet po dhe opozitës për të bashkëpunuar, për të bashkënduar, të thotë për të miratuar politikat apo ato aktivitetet që hyjnë në kuadër të sferave obligimeve që dalin nga kapitulli 23 dhe 24, të thotë fatkeqësisht jemi në një proces ku jemi ende në vetë numra. Për mos më marr më shumë nga koha juaj, besoj që pjesën më të rëndësishme ta kemi tek fjalimi I Qemalit, por është për ne rëndësishme po ashtu të dëgjojmë fjalë nga zoti Durmishi, nga zoti Levkov, të cilat po ashtu na tregojnë për perspektivat, për përvojat e dy vendeve respektive. Faleminderit. 4 I bie kuadër të këtij projekti që po zbatojmë.
Gjithashtu më vjen mirë që ky projekt po ka dhe një rezonancë rajonale. Është një projekt që ne në Shqipëri e kemi filluar zbatimin që prej vitit 2021 me një herë në reflektim të ndryshimit të metodologjisë së antarësimit nga Bashkimi Evropian, pra ndarjen me grup kapituj. Kjo edhe për t'i reflektuar pak një diskutimi i cili nuk ishte shumë faktual, pak konspirativ, që metodologjia e re është ndërtuar me qëllim që të pengojnë sepse Evropa nuk e do Ballkanin etj. Dhe faktikisht ishte një narrativ që siç e dim dhe nuk po adër të aspekteve tjera, dezinformimit etj. Ndodhin, por që dhe ka pasur si moto që të ndjekin nga afër pikërisht ecurinë e procesit të parafrimit të Shqipërisë, faktën në raport me këtë grup kapitull. Siç dihet, metodologjia e antarësimit parashikon që grup kapitulli i parë, meqense të gjithë kapitujt grupohen në 6 grup kapituj, është ai që hapet i pari dhe mbyllet i fundit, për arsye dhe të faktit se nga se është i përbërë. Pra, në grup kapitullin në atë i përmendje kapitulli 23 deri në 24, që është siguria, por faktikisht grup kapitulli i parë ka gjithashtu ato që quhen themelorët demokracinë, që përbën zgjedhjes, administratën publike, tregun, po njëkohësisht ka kontrollin financiar publik, që do të thotë që nëse një shtet nuk kontrollon siç duhet financat e veta, nuk mund të jetë i suksesshëm. Statistika, sepse si do ta masi suksesin dhe regresin, prokurimet publike, sepse si do shpërndahen parat për të zhvilluar vendin, dhe pastaj drejtësia dhe siguria. Kështu që këto janë elementet thelbësore të shtetit. E theksova këtë për arsye sepse ka dhe një aspekt tjetër që duhet parë, që lidhet pak me atë që bëra hapjen, me aspektin pak konspirativ, që duke qenë se këto janë funksione themelore të shtetit, nuk duhet domosdoshmërisht të lidhen, kjo ka qenë pak a shumë edhe ajo që ne kemi advokuar gjatë zbatimit të këtij projekti, me antarësimin de jure apo jo. Sepse duke ndjekur, dhe ashtu siç e tregon dhe raporti, duke ndjekur se cili vend kërkesat të cilat duhen në kuadër të antarësimit, sigurisht në analizë të fundit do jetë me i zhvilluar dhe me i përparuar në gjitha këto fusha që përmenden dhe që përmbajnë këto kapituj. Kështu që kjo e kthen pastaj edhe fokusin drejt vendit dhe jo drejt procesit de jure të antarësimit. Dhe kjo është një, dhe për median dhe për opinionin publik do doja ta theksoja, sepse shpesh herë e largon vëmendjen nga përgatitja e vendit tek diskutimi politik i pranueshmërisë ose jo të disa vendeve të caktuara ose në momente të caktuara të antarësimit. Kështu që më vjen mirë që ky projekt që ne kemi zbatuar në Shqipëri prej 5 vitesh tashmë, u dha mundësia për të pasur dhe një dimension rajonal dhe për të diskutuar këto aspekte dhe në Prishtinë dhe në Shkup, kemi pasur elementet dhe mendoj që do kemi dhe mundësinë për ta vijuar ndoshta këtë debat edhe më tej. Kështu që shpresoj të kemi diskutime të frutshme këtu sot. First of all, thank you to KLA and Center for Study of Democracy and Governance for organizing and executing all this project that we have. Thanks for Western Balkan Fund. They recognize the need to speak about Cluster 1 and to speak about negotiation process in the region. When we are going to see where the stages of our countries, I mean, we can see actually that we have some kind of extremes. North Macedonia is waiting in the room for membership, like for maybe the longest one, maybe just Turkey is staying longer in the room. Kosovo is starting the process right now, but the thing at the end, I mean, that has to pass at the end, that we have to go together, like region, because I think just Greece is one country that has entered European Union alone.
all other countries are coming in a region. Why is the reason I'm saying this? The reason is I'm saying this that regional cooperation must be increased on higher and higher and higher level that we have it right now. I'm very happy that we cooperate in this project, and I mean I'm feeling that this is going to be just the beginning of the NGO cooperation between these organizations for the better future for next generation in the Balkans. The politics that was happening like in the last 20, 30, 40 years after falling of communism here in this country showed just one. It's wrong policy when the young people went from the region. Right now we have a problem to find working forces. We have a problem to find skilled workers because actually we have that skilled workers, but that skilled workers have to move it. Kam kënaqësinë që sot të bëj prezantimin e këtij snapshoti, I cili snapshot është hartuar duke u bazuar në raportet e Bashkimit Evropian për të 3 vendet, dokumente tjera analitike të cilat janë shkretuar për të ndihmuar në qofshin në proceset e konsultimeve apo edhe në procesin e hartimit e këtij snapshoti. Përveç këtyre raporteve, ky snapshot paraqet edhe disa të gjetura dhe diskutimet që janë bërë në 3 punëtoritë të cilat u potencuan këtu dhe të gjeturat nga këto punëtori qofshin nga ona e institucioneve relevante që kanë marrë pjesë në këto punëtori apo edhe organizatat e shoqërisë civile. Fokus kryesor, siç edhe ka qenë edhe projekti, fokus kryesor I këtij snapshoti është në kuadër të grup kapitujve ne, parimet themelore me fokus specifik në sundimin e ligjit. Grup kapitujt ne parimet themelore paraqesin bërthamën e procesit të integrimeve evropiane duke përfshirë një vlerësim tërësor të funksionimit të shtetit. Përveç sundimit të ligjit, ky grup kapituj mbulon pavarësinë e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore, sigurinë dhe migracionin, po ashtu përfshin edhe funksionimin e institucioneve demokratike në qasje horizontale dhe reforme në administratën publike. Kapituj që përfshin për aspektet ekonomike, si që janë fusha prokurimit publik, statistikat dhe kontrolli financiar, si që potencova nuk kanë qenë pjesë e kësaj analize, mirë po për çështjet të informimit janë pjesë e grup kapitujve ne. Në thelb të këtyre grup kapitujve do të qëndrojnë kapitulli 23 dhe 24, të cilët adresojnë dimensionet kryesore të sundimit të ligjit. Në përgjithësi, siç u potencua, këto janë çështjet apo grup kapitujt e parë që fillohet, sidomos kapitulli 23 dhe 24 dhe janë të fundit që mbyllen në procesin e integrimeve evropiane. Në bazë të analizës kemi paraqitur se ku kemi bërë një vlerësim të matshëm për vendet se ku qëndrojnë këto 3 vendet e rajonit. Edhe njerë po e potencioj, snapshoti paraqet procesin e integrimeve në kuadër të grup kapitujve ne për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Nga të gjeturat e kësaj analize vëret se progresi në rajon është I pabarabartë, por sfidat vazhdojnë të jenë të njëjta në të gjithë indikatorët e grup kapitujve ne. Të 3 vendet kanë investuar në ndërtimin e një kornize ligjore dhe institucionale, po kjo nuk është reflektuar në mënyrë të njëjtë në rezultate konkrete. Pra, hendeku mes ligjit dhe praktikës mbetet sfida kryesore, strukturore në këto 3 vende. Shqipëria pozicionohet si vendi më I avancuar nga këto 3 vende, duke kaluar nga faza e ndërtimit të një kornize ligjore dhe institucionale, drejt konsolidimit dhe prodhimit të rezultateve të prekshme, veçanërisht në sistemin e drejtësisë.
Megjithatë, edhe në këtë fazë, sfidat lidhen me funksionalitetin e plotë të institucioneve dhe thëllimin e rezultateve në luftën kundër korrupsionit, në atë si quhet nga raportet në krijimin e një track recordi apo historiku të mirëfillt. Maqedonia e Veriut ndodhet në një nivel të ndërmjetëm, me një kornizë ligjore relativisht të konsoliduar, por me progres të kufizuar për shkak të zbatimit të dobët të reformave dhe ndikimeve politike, qofshin të brendshme apo edhe të jashtme. Kosova, në krahasim me këto dy vende, mbetet në një fazë shumë të hershme, ende e fokusuar në krijimin apo ndërtimin e kapacitetit